Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dobit të abdesit. Prej dobive të abdesit të cilët janë të shumta, neve në vazhdim do të përmendim disa prej tyre. Dobia e parë është abdesi është shkak për të arritur dashurinë e Allahut fuqiplot. Abdesi është një mjet përmes së cilit arrihet pastrimi fizik dhe shpirtëror i besimtarit islam. Prandaj është edhe shkak për arritjen e dashurisë së Allahut fuqiplot. Thot Allahu xhalla shanu në Kur'anin e Kerim: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu i don ata që pendohen fort prej mëkateve dhe ata që pastrohen në trupin e tyre me pastrim fizik. Atai, Muqatili, Ibn Sulejmani dhe Kelbiju në shpjegimin e këtij ajeti kuranor që e përmendëm thonë: Allahu i do ata të cilët pendohen nga mëkatet e tyre dhe ata që pastrohen me ujë nga papastërtia. Kështu e regjistron Imam al-Baghawiu në tefsirin e tij. Pra ajeti kuranor na sqaron qartë se Allahu i do ata që kërkojnë falje dhe pendohen për mëkatet dhe gabimet e tyre dhe njëkohësisht që mbajnë dhe përkujdesen edhe për pastërtinë e tyre. E ky pastrim përfshin pra edhe pastërtinë fizike, përfshin edhe atë shpirtërore. Të fituarit e miratimit dhe dashurisë së Allahut xhalla shanuhu është një nga synimet dhe qëllimet thelbësore që kërkon besimtari i sinqert. Vetëm me arritjen e këtij qëllimi, besimtari islam është i kujdesshëm që gjatë jetës së tij të ballafaqohet me fenomenet dhe sfidat e jetës duke synuar këtë qëllim. Kur ai goditet nga ndonjë fatkeqësi, është i durueshëm dhe përmes durimit të tij kërkon shpërblim. E kur goditet me mirësi, te Allahu xhalla shanuhu është i lumtur, falëndërues dhe mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot. Prandaj vlen të theksohet se dashuria e Allahut për robën e tij, pra për njeriu, është fundament i lumturisë dhe kënaqësisë në këtë botë dhe në botën tjetër. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Kur Allahu e don robën e tij, e thirr Xhibrilin dhe i thot: Vërtet unë e dua filanin, duaj edhe ti. Dhe e don edhe Xhibrili. Pastaj Xhibrili i thret banorët e qiellit dhe u thot: Vërtet Allahu e do filanin, duan edhe ju. Pastaj e duan edhe banorët e qiellit. E pastaj dashuria e tij zhvendoset në tokë dhe e duan edhe banorët e tokës. Citon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e regjistruar te Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Ne i lutemi Allahu xhalla shanuhu që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu në jetën e kësaj bote dhe të bëhemi antar dhe pjesëtar të atij grupi të njerëzve që i don Allahu xhalla shanuhu, i don Xhibrili, banorët e qiellit dhe banorët e tokës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.